Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut shpreu rezervat e tij për propozimin mbi zgjedhjen e qeverisë me shumicë të cilësuar nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Në intervistë televizive, Mexhiti kërkoi që për këtë propozim të flasin ekspertët. Mund të bisedohet si ide, por nuk jam i bindur që është më e mira. Për shkak se qeveria e Badinterit me parim badintere, pra nuk kupton faktorizim të shqiptarëve, nuk kupton faktorizim të jo maqedonasve, dhe ne kemi pas kështu situatën kaluarën ku deputet të ndryshëm herë deklarashin Macedonas, herë deklarashin vle, herë të një komuniteti, herë të komuniteti tjetër, pra duhet mendohet pak më mirë. Në lidhje me takimin Mickovski Ahmeti, Mexhiti tha se BDI nuk është faktori që mund të përcaktojë situatën politike në vend. Ai shtoi se Ali Ahmeti ka probleme me antarësinë e tij dhe për këtë kërkon takime kokë më kokë, zgjedhjet parakohshme dhe momente të jashtëzakonshme. Kreu i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut deklaroi se nuk ka propozim nga qeveria për ndryshim të ligjit për funksionimin e kabinetit qeveritar. Për mediat afrimgashi sqaroi se procesi ndërprerjes së qeverisë teknike duhet të ndodhë në mënyrë konsensuale. Nga aspekti politik i rëndësisë, mendoj që duhet të tentojmë të merremi vesh deri në fund me gjithë aktorët politik, që ta kuptojmë dhe të bindemi bashkarisht se nevoja për të pasur qeveri teknike ka përfunduar dhe të vazhdojmë të funksionojmë normal si çdo shtet normal me proceset zgjedhore të organizojë qeveria që është në detyrë. Shumica në pushtet në Maqedoninë e Veriut kërkon ndryshim në ligjin që garanton qeveri teknike 6 muaj para zgjedhjeve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski paralajmëron se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Në intervistë televizive, Mickovski informoi se mund të shkohet vetëm në zgjedhje të rregullta. Opozita shqiptare ka vijuar kërkesat e saj për zgjedhje të parakohshme, shkakër se shumica në pushtet nuk ka legitimitetin e nevojshëm për qeverisur dhe se nuk përfaqësojnë interesat e shqiptarëve të Republikës Maqedonisë së Veriut. Për këtë arsye, kreu i BDI-s Ali Ahmeti ka kërkuar një tryezë me kryeministrin e vendit. Me një shumicë prej 2/3 Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të zgjodhi përbërjen e re të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Nga 92 deputetë të pranishëm, 83 votuan pro, që ish ministri Bojan Marić të bëhet kryetari i ri i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Abdush Demiri u zgjodh nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa Aleksandar Dashtevski, Svetlana Karapetrova, Boris Kondarko, Angel Cheristov dhe Ditmir Sheu u zgjodhën antar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Komisioni përbëhet nga 7 antar, 1 kryetar, 1 nënkryetar dhe 5 antar të tjerë. Aktualitet. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendosi miratimin e ligjit për prodhimin bujqësor organik me të cilin bëhet një hap i rëndësishëm drejt mbështetjes së prodhuesve të vegjël bujqësor. Kjo zgjidhje, sipas qeverisë, parashikon procedura të thjeshtuara për certifikim përmes uljes së kostove të inspektimit dhe certifikimit, gjë që pritet ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e konkurrueshmërisë së produkteve organike në treg. Krahas asaj synohet të përmirësohet dhe korniza ligjore, duke përmbushur një tjetër detyrim nga procesi antarësimit në Bashkimin Evropian. Kallëzim penal në shkup ndaj kryetarit të Komisionit Rregullator për Energjetik Marko Beslimovski, mbi të rëndojnë dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Sipas njoftimit të policisë financiare, dyshohet për shkelje ligjore duke mos vepruar për t'i hequr në kohë licencën kompanisë Triterol Petrol, pasi ajo nuk i plotësonte kushtet ligjore për ushtrimin e veprimtarisë energjetike. Në vend që licenca të hiqen në janar të vitit 2024, vendimi është marrë vetëm në prill 2025, shkak ka mundsuar kompanisë të vazhdojë aktivitetin edhe 15 muaj dhe të marrë pjesë në tender publik. Përpasoj, kompania ka realizuar qarkullimin e mbi 194 milion denarve dhe një përfitim të palishëm mbi 14 milion denar, thuhet në kallëzim. Zbatimi i projektit Safe City në Shkup ul me 50% shkeljet e qarkullimit rrugor në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Në ditën e parë të zbatimit të tij, sipas zëvendës kryeministrit Bekim Sali, janë regjistruar mbi 150.000 kundravajtje, ndërsa në ditën e dytë ky numër ra me 50% ose rreth 60.000. Sipas numrit dytë të qeverisë, pritshmëritë janë që kundravajtja të ulen në 2-3.000 deri në momentin e aplikimit të plotë të sistemit. Sali sqaroi se projekti nuk ka të bëjë me shtrirjen e aksionit vetëm në 3 qytete, por në të gjithë vendin. Projekti Safe City synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe mbikëqyrjen e zonave urbane përmes teknologjisë, duke sjellë një reduktim të ndjeshëm të kundravajtjeve dhe aksidenteve në qytetet ku është zbatuar.
Koalicioni vlen mbron sërish sistemin Safe City si një nga ligjet më të rëndësishme për sigurinë publike në Maqedoninë e Veriut. Sipas asaj, ky ligj nuk ka për qëllim gjobitjen, por krijimin e kushteve për lëvizje të sigurt për këmbësorët, ciklistët, përdoruesit e mjeteve elektrik dhe personat me aftësi të kufizuar. Blen thekson se toleranca e kamerave do të jenë të njëjta me ato të radarëve policor, 6 km/h deri në 100 km dhe 8 km/h mbi 100 km/h, duke dëshmuar se fokusi është parandalimi dhe jo ndëshkimi. Alianca për shqiptarët shpreh sërish kundër gjopave të parapara në kuadër të projektit Qyteti i Sigurt. Sipas opozitares shqiptare, ndëshkimet janë jashtë realitetit ekonomik dhe në përputhje të plotë me standardin e ulët jetësor të qytetarëve. Ne nuk kemi kundër rendit, ligjit dhe sigurisë në trafik, por ligjet nuk mund të shndrohen në mekanizma ndëshkues financiar që zhvasin qytetarët pa u krijuar më parë kushtet minimale infrastrukturore, thuhet në mesazhin e Aleancës për shqiptarët. Betohet si avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut Faton Selami, para kryetarit të kuvendit Afrim Gashi, ai shpalli disa nga prioritetet në krye të këtij institucioni. Pra, si që përmenda, top prioritetet është rikthimi i besimit në institucionin e avokatit të popullit, duke bërë në drejtim dhe duhet të punohet që të ekipohemi në mënyrë kadrovike, pasi që institucioni punon me një kapacitet deri 40% të administratës, në thonë duhet të ketë edhe punësime të reja, gjithashtu duhet edhe të zgjidhen me vajtënter në parlamente dhe zëvendësit të avokatit të popullit dhe duhet që të kalohen në parlamente dhe ndryshimet dhe plotësimet e ligjit të avokatit të popullit. Faton Selami zuri vendin e ish avokatit të popullit Naser Ziberi, i cili më 12 korrik 2025 e përfundoi mandatin për shkak të plotësimit të kushteve për pensionim. Kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në ceremoninë e betimit të avokatit të popullit Faton Selami kërkoi rikthimin e autoritetit të institucionit në lartësinë e pritshmërive të vendit. Uroj dhe kërkojmë edhe unë edhe gjithë qytetarët që të punojnë në interes të qytetarëve të institucionit, të përfaqësoj qytetarët, të mbroj qytetarët të drejtat e tyre dhe ta kthej autoritetin e lartë të avokatit të popullit ashtu siç e ka të paraparë kushtetuta e vendit tonë. Krahas asaj, ai falenderoi deputetët e pakicave të tjera etnike që kanë dhënë mundësi zhbllokimit të zgjedhjes së avokatit të popullit. Njëkohësisht më lejoni të falenderoj gjithë deputetët, edhe të përkatësive që nuk janë shumicë në vendin tonë, por gjithë deputetët tjerë që dëshmuan me një unitet që e zhbllokuam institucionin e avokatit popullit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Timço Moçumski deklaron se ende janë duke bërë analiza nëse do të ishin të interesuar të bashkoheshin në bordin e paqes. Ne kemi komunikuar dhe me administratën në Washington për këtë çështje. Ne duhet ta shohim pozicionin ton përmes prizmit jo vetëm të asaj që janë të drejtat tona, vetëm imazhit të qenit këtu, por dhe detyrimeve të mundshme të qenit antar të këtij bordi, deklaroi ministri Moçumski. Sipas tij, çështja e Gazës nuk është ndër prioritetet kryesore të politikës së jashtme të Maqedonisë së Veriut. Përforcojnë radhët e ushtrisë Maqedonisë së Veriut. Këtë vit ushtria do të pajisë edhe me 42 mjete luftarake të tipit Striker, të blera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mbledhjen e Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri u shqyrtua informacioni lidhur me nevojën për blerjen e 42 mjeteve të lehta të blinduara të tipit Striker të nënshkruara mes qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe SBA-s. 17 prej këtyre mjeteve kanë bërritur në një nga portet e Greqisë. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.